Qeveria e Maqedonisë së Veriut pret që vitin e ardhshëm të përfundojë interkonektori i gazit me Greqinë. Kryeministri Hristian Mickoski tha se pret që në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm të realizohet plotësisht sinkronizimi i rrjetit kombëtar të gazit me rrjetin kombëtar grek, ndërkohë ai tha se nga Nomagaz tashmë është shpallur edhe interkonektori me Serbinë. Aktualisht janë në proces të rifillimit 3 projekte të reja. Gasjellsi që do të lidh Velesin me Shtipin, gasjellsi që do të lidh Gostivarin me Kërçovën dhe një degëzim që do ndërtohet pranë Tetovës dhe do të hyjë në Kosovë. Mëtej, i mbetet qeverisë Kosovës të vendosë nëse do të vazhdojë ta zhvillojë projektin në territorin e saj apo jo. Ky është një vendim i tyre, ndërsa detyra jonë është të realizojmë atë për cilën jemi të akorduar dhe këtë do ta bëjmë. Ndërkaq të premte në realizua një takim mes ministres së energjetikës, drejtorit ekzekutiv të Nomagaz dhe drejtoreshës së përgjithshme ekzekutive të operatorit grek të transmetimit të gazit natyror. Nga ministria njoftuan se në fokus të bisedimeve ishte konfirmimi i angazhimit të përbashkët që projekti të realizohet në përputhje me afatet e përcaktuara përmes koordinimit intenziv ndërmjet institucioneve dhe operatorëve me qëllim që Maqedonia të sigurojë një qasje të re të sigurt dhe të diversifikuar në gazin natyror. Në takim u konfirmua vlerësimi i përbashkët se interkonektori i gazit do të përfundojë gjatë vitit të ardhshëm në përputhje me afatet dhe planet e përcaktuara për realizim.